Një operacion i policisë kufitare në portin e Durrësit ka zbuluar një tentativë për trafikun e veprave të artit. Gjatë një kontrolli të detajuar në dalje të territorit shqiptar, në vijim të analizës së riskut për krimet ndërkufitare, një furgon i drejtuar nga një 37 vjeçar u ndalua për kontroll në vijën e dytë. Gjatë verifikimeve në mjet u gjetën 10 piktura të padeklaruara në një vlerë të vlerësuar rreth 25.000 euro. Autoritetet konfirmuan se për veprat artistike nuk disponoi asnjë dokumentacion që të vërtetonte origjinën apo pronësinë e tyre, duke ngritur dyshime për trafikim të veprave të artit dhe kulturës. Drejtuesi i furgonit u arrestua në flagrancë, ndërkohë që 2 persona të tjerë të dyshuar si bashkëpunëtor janë shpallur në kërkim nga policia. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes dhe për kapjen e personave të shpallur në kërkim. Materialet për këtë çështje janë referuar prokurorisë së Durrësit për veprimet mëtejshme ligjore në kuadër të veprës penale, trafikimi i veprave të artit dhe kulturës kryer në bashkëpunim.